Radio. Mirë brëma miq, si çdo të shtunë jemi në valët e Top Albania Radios me mua Ilvin dhe Vitality Vibes, një emision i cili kushtohet shëndetit. Nga ana tjetër e xhamit është Alisi dhe DJ Kedos që më shoqërojnë çdo të shtunë për t'ju rikujtuar që ky është një emision i cili ju informon mbi të rejat të fundit të shëndetit dhe çdo fundjavë ne kemi një të ftuar i cili përket fushës mjekësisë, patjetër që edhe sot nuk mund të mungojë një personazh shumë interesant e cila prej vitesh kontribon në fushën e fizioterapisë pediatrike dhe me një eksperiencë shumë të gjatë në trajtimin e fëmijëve me paraliza apo edhe me problematika të tjera neuromuskulare. Me mua sot në studio Lindita Vata. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma Ilvi dhe mirë se u gjetëm. Faleminderit që je me mua sot në Vitality Vibes. Për t'ju prezantuar pak, Lindita është pedagoge në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, gjithashtu shefe e një prej njësive të rehabilitimit në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në rehabilitimin pediatrik dhe me një eksperiencë mbi 20 vjeçare në fushën e fizioterapisë pediatrike. Kështu që besoj që kemi çfarë të ndajmë sot për publikun dhe për të gjithë dëgjuesit. Lindita, prej shumë vitesh ju merreni me fëmijët. Sa e vështirë është të punosh dhe të trajtosh një fëmijë i cili është i sëmurë? Ilvi, aq sa është e vështirë është edhe e bukur si punë. Prandaj dhe ka regjistru kaq gjatë, deri 20 vite që thotë. Po mos ishte e vështirë do kishim përdorëhequr më herët. Është e vështirë, me thënë të drejtën, ka dhe vështirësitë e saj si çdo punë, aq më tepër kemi të bëjmë me fëmijë. Mirë, po ne kemi gjetë rrugën, mënyrën, teknikat që t'ja dalim. Fizioterapia pediatrike është afërmuar tamam si një ndryshe një trajtim që trajton shumë patologji tek fëmijët, duke filluar që nga bebet e forsa lindura e deri në moshat e adultë. Pra ka tregu se ka shumë patologji të cilat ajo jo vetëm i trajton, por edhe i shëron. Ne kemi një eksperiencë të gjatë, ashtu siç thaj edhe ti, në fizioterapinë pediatrike, duke angazhuar edhe në mësimdhënie, kam qenë gjithmonë në kontakt me tren, me të fundit të shkencës dhe gjithmonë ja kemi dalë. Tani patjetër që një fëmijë ndryshon nga një i rritur. Dhe në i herë të trajtosh një fëmijë duhet që ta marrësh, ta bindosh një 20 minuta dhe 20 minuta e tjera janë terapi. Jo, janë teknikat ato që na bojnë të hyjmë direkt në temë, direkt në trajtim. Do them të drejtën, ne në Shqipëri kemi mjaft sukses në këtë fushë. Është një temë mjaft e gjerë fizioterapia pediatrike. Më përpara thjesht nuk njihej dhe biles kishim shumë prindër të cilët e konceptonin dhe mendonin thjesht masazh. Vërtet, në fakt, vërtet. Edhe sot e konsiderojnë masazh. Më pak. Patjetër që ka ndryshuar, ka ndryshuar shumë dhe ndryshimi ka qenë vetë puna që ka fol. Ajo ka bindur në radhë parë të gjithë stafin mjekësor, pastaj edhe popullin, të gjithë ato që kanë parë sukseset të punës tonë. Ti je i fushës tek unë. Po, patjetër. Po. Flasim më lirshëm. Po, patjetër. Jo, patjetër që po, dhe në fakt unë jo më kot kam ftuar sot sepse fizioterapia pediatrike është një nga ato pjesë shumë veçanta dhe deg shumë veçanta të fizioterapisë. Po. Dhe që Po, në qoftë se ne do kishim do futeshim në fizioterapinë neurologjike, ku një fizioterapist pra është i specializuar në anën e tij të neurologjisë, ose ndryshe po të marrim atë ortopedike ose reumatizmale, ne në fizioterapinë pediatrike i përfshim të gjitha. 80% e punës tonë është fizioterapia neurologjike, ashtu siç jemi edhe të bashkëngjitur aty tek neurologjia, por nuk do të thotë se trajtojmë vetëm këto. Ne kemi edhe pjesë të ortopedisë, të traumave, të hematologjisë, të shumë patologjive tjera. Ndalemi pak tek disa aspekte të rehabilitimit. Ku futeni ju përveç se
këto që më thatë, po ku futeni në le të themi në aspekte të tjera pak më të detajuar, për shembull, nuk e di a trajtoni fëmijë me leucemi apo trajtoni fëmijë të cilët sapo dalin nga operacionet, post-operator. Këto janë trajtimet e para që ne futemi nifet i smuri me fizioterapinë, duke bërë pozicionimet në shtratin e tij ku ai trajtohet, po fizioterapia tamam fillon pas daljes nga spitali fëmia ose i smuri për cilin flasim. Ne si fizioterapi kemi futemi shumë gjërë në sistemin lokomotor, në sistemin nervor qendror, duke përfshirë indet e forta dhe të buta. Dhe muskujt dhe kockat. Edhe kockat, edhe ligamentet. Kemi të bëjmë edhe me sindromat ndryshme, ku trajtojmë edhe sindromet Down, sindromet pafund, me radhë të gjitha. Lindita, në eksperiencën tuaj, po dhe nga informacionet tuaja, sa është numri i fëmijëve të cilët kanë ose janë prekur nga paralizat cerebrale infantile, pra nga ato paralizat që ne i quajmë paralizat e fëmijëve? Ilvi, a kemi një statistik? Më vjen shumë keq që duhet ta theksoj dhe ta them se ky numër sa vjet rritet. Unë vere për eksperiencës time shumë vjeçare në repartin e fizioterapisë pediatrike, çdo vit shtim të numrit të fëmijëve me problematika, sidomos të atyre të sistemit nervor qendror. Po cilat janë disa nga shkaktarët, domethënë që mund të krijojnë këtë lloj problematika? Kemi shumë lloj faktorësh që ndikojnë. Janë edhe jeta jo e rregullt e mamit, e mamit kryesisht. Është edhe jeta sedentare, cilën bëjmë. Është edhe mënyra e jetesës, duke mos i kushtuar shumë rëndësi asaj çfarë mami ka në ngjizur në trupin e saj, po duke bërë jetën e saj pa e menduar këtë. Pra pirje të ndryshme të alkooleve, të pijeve me shumë substanca të cilat dëmtojnë bebin. Kemi edhe pastaj ushqimet të cilat ushqehen prindrit. Pra kryesisht faktor thelbësor që themi është ky, në mjeksi nuk ka, pra mjekësia nuk është shkencë eksakte, por që ndikojnë shumë faktorë në këtë problematika dhe kryesisht unë mendoj se një ndër faktorët është edhe valët telefonike të cilat prindri mban te koka. Vërtet. Gjatë fazës që janë shtatzani. Po, gjatë shtatzanisë. Unë mendoj se kemi të bëjmë edhe me shumë helme të cilat qarkullojnë ajër që pas luftës së Kosovës. Vërtet, kemi shtim të numrit të problemeve të fëmijëve me problematika të tilla. Nuk është vetëm shtimi i numrit në neurologji, kemi shtim edhe të numrit në ortopedi, sidomos të atyre me tortikolis që quajmë ne, shtrëngim në shtyllës korrizore me skolioz, dhe edhe këto dy patologji sa vinë dhe rriten vazhdimisht. Lindita, në duhet të ndërpres, sepse duhet kalojmë pak në publicitet dhe do rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Jemi prapë bashkë miq në këtë pjesë të dytë të emisionit të Vitality Vibes. Për gjithë ju që keni ardhur tani në këto momente në valët e Top Albania Radios, ju rikujtoj që ky është një emision i kushtuar shëndetit. Pa harruar sponsorin ton kryesor, i cili vjen me Artilan, që janë doza ushqyese që ndihmojnë në çrregullimet e shkaktuara nga dëmtimi i kyçeve dhe përmbajnë glukozamin dhe kondroitin, kolagjen të hidrolizuar me pastërti enzimatike të lartë, ekstrakt boswellia serrata, acid hyaluronik, magnez dhe zink, koenzim Q10, likopeni, quercetin dhe vitamin C. Mund ta gjeni në çdo farmaci pa recetën e mjekut dhe këtë e mundson vetëm Eurofarma. Për gjithë ju që jeni duke ndjekur Vitality Vibes, unë ju rikujtoj që në studio jam me Linditën, Lindita Vata, e cila është fizioterapiste pediatrike dhe që prej vitesh merret me trajtimin e patologjive të ndryshme të cilët prekin fëmijët që në moshë të hershme, duke përfshirë paralizat, deformitetet e kolonës apo komplet sistemin nervor-qendror, sistemi nervor-qendror. Teksa në pjesën e parë të emisionit ju më thatë që shumë prej fëmijëve
ose le të themi shumë rastet janë shtuar në format e paraliza problematikave të skeletit dhe ju më përmendët që disa nga faktorët mund të jenë telefoni, keq ushqyerje e prindërve apo marrja gjatë fazës shtatzanisë apo marrja substancave të ndryshme të cilët sjellin çrregullime në aspektin muskuloskeletal. Asnjëherë mos ta marrim të saktë, jo, nuk janë patjetër. Ne por një ndër faktorët ne mendojmë që dhe ky numër vjen vetëm në rritje. Mendja të shkon nga kjo sepse nuk ka një studim të saktë të mirë fill që kemi dalë në një konkluzion të tillë. Pra këtë e themi nga eksperienca punës, nga çfarë shohim dhe bëjmë një farë balanci duke parë vitet që kalojnë dhe numri sa vjen dhe rritet. Lindita, kur fillon trajtimi në moshën pediatrike? Pra, kur i fusim duart një fëmijë pacientit në këtë rast, pra kur fillojmë që ne të punojmë me të? Sapo lind, që në momentin e lindjes ne kemi qasje në ndërhyrjet e trajtimit fizioterapeutik. Që do të thotë? Sa ditë? 5 ditë, 3 ditë. Vërtet? Po. Dhe këtë e bëjmë tek patologji të ndryshme, jo të gjithë patologjitë, sepse në këtë moshë janë ato çfarë ne shohim konkretisht çfarë shihet klinikisht tek i smuri dhe bëjmë edhe ndërhyrjen. Pra, u bër akoma ekzaminimet e tjera, dihet se shumë patologji janë të dukshme që në momentin e lindjes, siç është një prej tyre është paraliza obstetrike e pleksusit brachial. Pra ajo është të dukshme se i smuri një bebi nuk lëviz fare njërin gjymtyrë të sipër, me pra krahun, dorën. Nga vjen? Dhe kjo është një patologji që ndodh pikërisht në momentin e lindjes. Tek lindje të zgjatura dhe të vështira, ndodh që pacienti të psoj këtë dëmtim. Këto janë patologji të cilat trajtohen? Jo, patjetër, po vijnë tek ata pacientë të cilët lindin në mënyrë cezariane apo në mënyrë natyrale? Kemi pas edhe rastet e tjera edhe kur kanë lindur në mënyrë cezariane, kanë lindur edhe me populli e quajnë forceps, atë tërheqjen me aparat, që nuk është vendosur ashtu si duhet aparati dhe ka tërheq në anën e gabuar. Ndodh dëmtimi i tufës brachiale që i nervon gjymtyrën e sipërme. Dhe pikërisht në këtë moment ne futemi si fizioterapin me pozicionimin e gjymtyrës, duke edukuar edhe prindin se si ta mbajë dhe si ta pozicionojë gjymtyrën për të mos e lënduar më tepër. Pastaj lëvizjet fillojnë që nga mosha 5 ditëshe, një javë, 7 ditë fillojmë trajtimin fizioterapeutik. Me një herë dhe sa më i hershëm fillon, aq më efikas, aq më produkt, aq më mirë na shkon trajtimi. Ju gjatë kohës që merrni përsipër të trajtoni individ të tillë, pra fëmijë, foshnjë, që në moshë të hershme, unë nuk e di, a mjafton trajtimi prej 1 orësh apo 45 minuta që ju bëni? Realisht nuk e bëjmë asnjëherë 45 minuta. Do të jetë shumë e lodhshme për fëmin. Vërtet? Më pak, po. Dhe mundohemi që gjatë kohës që bebin e kemi në dorë, ne të bëjmë maksimumin duke ruajtur edhe minutazhin në cilin ne punojmë. Pra nuk është një trajtim siç mund të ndodhë me të rriturit, që punojmë 1 orë, 2 orë, e kalojmë nga një aparat në një tjetër me kinezio, me ushtrime, me hidro, me të tjerë. Tek fëmijët është vetëm kinezioterapi, janë lëvizjet që ne ja bëjmë bebave. Pra dhe këtë për të mos e lodhur, për të mos e bezdisur, për të mos kaluar në lodhje të muskujve të tij, ne kemi një minutazh, po kemi një minutazh më të vogël sa të tjerë. Po prindrit a i udhëzoni për të bërë të njëjtën terapi që ju bëni gjatë kohës që fëmijët 50% e suksesit ton varet trajtimi në grup ose në rrethin e trajtimit që unë përfshi kryesisht është fizioterapisti, prindi, është psikologu që do futet në këtë rast edhe tek mama, tek prindi i cili është i traumatizuar vend që të vijë gëzojnë me ardhin e jetë të një krijese të re, ai përballet direkt me problemin që bebi i sjell. Pra duke parë që njëra gjymtyrë nuk lëviz fare, është si e pa jetë, prindi normal kalon në një hidhrim të thellë dhe na duhet patjetër në këtë rrethin ton edhe një psikolog. Dhe ishte shumë efikase edhe për prindin edhe për gjithë pjesëtarët e familjes të këtij bebi. A është i shërueshëm pleksusi brachial, pra ky dëmtimi i këtyre nervave të krahut? Po, pleksusi brachial nuk është, sa kohë duhet një fëmijë që ta marrë veten? Shumë mirë që më dole këtu Ilvi, sepse
shumë prindër mendojnë se me 2 seanca 10-15 do kaloj. Ndërkohë që është një paralizë. Unë dhe ti e dim shumë mirë, po flasim për ato që s'kan lidhje me mjekësinë. Flasim për ata që na dëgjojnë. dëgjojnë. Kemi të bëjmë me dëmtim të fijeve nervore. E dim se nervat kanë një kohë zgjatje për shërim. Problematika që lejnë nervat janë në artikulacionet dhe në muskuj. Pra dhe këto fillojnë në trajtimin që nga fillimi pra që na ka bebi dhe përfundon me përfundimin e rritjes së fëmisë. Pra gjatë gjithë kohës nuk bëjmë fizioterapi të mirëfillt, por edukohet prindi, pastaj edukohet vetë pacienti që kalon moshën 10 vjeçare me aktivitetet e tij sportive, noti, basketbol, volejbol, pra lojrat me dorë që ndihmojnë në lëvizshmërinë e gjymtyrës sipërme. Pra si që ta aktivizojë. Ta aktivizojë dhe ta ketë gjithnjë në qendër të vëmendjes. Sapo është bebe fare, punojmë ne dhe në mirëmbajtjen e pozicioneve prindi në shtëpi. Pastaj kemi edhe futen dhe aparaturat e tjera, kemi edhe ortezat cilat na ndihmojnë në mirëmbajtjen e gjymtyrës. Pastaj fillojmë ta hidroterapia të na afrohet, pra fëmia duke lëvizur në ujë, uji është shumë i domosdoshëm në këtë patologji dhe në shumë të tjera. Dhe kjo nuk mbaron, vazhdojmë deri në përfundim të rritës, të merrim edhe të kemi gjëra të reja. Lindita, a ju bezdi se qara e bebit? Unë e qara e bebit është bërë pjesë e jetës time. Më duket komunikim që unë bëj me ta. Pra, unë nga i herë kur jam e lodhur edhe më bezdis, por në të shumë të në rasteve, unë nuk e mendoj se çfarë po ankohet bebi, po çfarë unë duhet i bëj këtij. Që nuk më bezdis as shumë. Po prindrit në marrëdhënie me ju pasi kur them me ju dhe me pjesën tjetër të stafit që u drejtoni, sepse patjetër që të kesh një fëmijë me një problem është goxha e rëndë. Dhe duhet që në shumë vende në shumicën e rasteve të bëni dhe rolin psikologut, po ndonjëherë disa përgjigje ja jepni ju prindit, më mirë se sa mjeku krahasuar me se ne po bëjmë punën. Dhe aq më tepër që jeni në përdit me ta. Ne ka shumë vende në botë që nuk e duan prindin afër pacientit tyre të vogël që trajtojnë. Unë vërtet edhe me shumë vende të tjera që e duan. Unë realisht nuk punoj asnjëherë me bebën pa pas prindin aty. Afrimi i mamit jep qetësi, jep siguri prindit. Aq më tepër ajo duke parë se çfarë i bëj unë, mundohet jo të bëj tamam ato që bëj unë, po futet në rrugë dhe në atë zgjidhjen e problemit dhe ditë i jap më tepër ndihmë fëmisë së saj edhe në shtëpi. Pra asnjëherë unë nuk mund të punoj pa pas mamin afër. Pra punoj me bebin, por në afërsitë tonë kemi edhe mamin. Ne si institucion në djenin tuaj, a kemi statistika të fëmijëve të cilat le të themi janë të sëmurë dhe që trajtohen tek ne? Pra kemi një statistikë si institucion, pra sa fëmijë trajton spitali, qendra unë kam spitalore fiks 17 vite që jam në repartin e fizioterapisë pediatrike. 17 vjet bëhen në prill që jam aty dhe unë kam gjetë një regjistër të cilën e ka pasardhësia ime që ka qenë aty, dhe në atë regjistër kemi vazhduar të mbajmë në shënim të gjithë të smurët që na vinë në repart. Pra ka statistika, kemi të gjithë dokumentacionin që nevojitet në repart, dhe këto tashmë janë bërë në mënyrë elektronike, regjistrohen dhe janë të gjitha të regjistruara dhe ne punojmë me pacientë cilët dihet numri i tyre. Lindita, më duhet të shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak në pjesën e tretë. Mirë miq, u rikthyem në këtë pjesë të tretë të emisionit me mua Ilvin, DJ Kedo Salisin nga ana tjetër e xhamit, por dhe me doktoreshën e shkencave Lindita Vata, e cila është fizioterapiste pediatrike prej më shumë se 20 vitesh eksperiencë, teksa po na tregon për problematikat që hasin në sektorin ku ata punojnë në repartin e fizioterapisë pediatrike në QSUT. Pra problematikat që përpiqen gjithmonë të imposhtin me një punë kolosale që ata bëjnë në trajtimin e fëmijëve me patologji të ndryshme, paraliza, probleme të skeletit, sindroma apo
edhe ato problematika që vinë që në Traumat, një kohë të hershme, pra traumat të paslindjes, dhe patjetër që rezultatet janë gjithmonë shumë të mira dhe mbreslënse për sa i përket menaxhimit të këtyre patologjive. Një ndër ato aspektet që fizioterapia pediatrike trajton dhe që ju më thatë që janë shumë të shpeshtë është tortikolis. Çfarë është tortikolis? Çfarë është te bebat? Tortikolis është ndryshe njihet si shtrëmbrimi i qafës. Shtrëmbrimi i qafës. Po. Dhe kjo zakonisht kemi dy lloje tortikolis, që është ai kongjenital edhe i fituar. Pra i lindur dhe si edhe i lindur për shkak të pozicionimit në fetus. Pra siç ka qenë bebi te barku i mamit. Fiks, siç është pozicionuar ndoshta pa lëvizur për një kohë gjatë të barku i mamit, kemi edhe një përdredhje ose një mos zhvillim të muskulit sternokleidomastoid që populli nuk e di çfarë është, por është muskuli që rrotullon qafën dhe qafën. Pra është e gjitha kjo përfshihet ose mund ta përmbledhim në një tortikolis qafa e shtrembër. Dhe shfaqet me një herë pas lindjes? Jo, kjo mund të shfaqet edhe pas 2 javë të lindjes së bebit deri në 2 muaj, pra vihet re që bebi nuk e rrotullon kokën në njërin anë. Pra ai e mban gjithmonë në njërin anë të anuar dhe në rrotullimin në anën tjetër i shkakton atij dhimbje para atij dhe zakonisht edhe nuk pina ata anë, edhe nga mami e kupton që këtu diçka ka dhe nuk shkon. Dhe si patologji është mjaft e shpesht, shumë e shpesht. Është gjithnjë po vjen edhe më e shpesh bëhet, sepse ju thash edhe më përpara, është jeta sedentare që sot bëjmë ulur në kompjuter, shumica e punëve janë. Edhe bebi zeni pozicion rehati si mami dhe s'lëviz më. Edhe nuk lëviz, ndihet rehat aty. Kështu që është një patologji që përfshin indet e buta, muskujt e qafës, por kur kemi të bëjmë me një pozicion të gjatë në atë pozicion, vjen edhe në shtrëmbërimin e indeve të forta, pra të ruazave të qafës, që pasohet me një skolioz. Pra do të thotë me një shtërim të shtyllës kurrizore dhe na vjen pra problematika të rritet, të zmadhohet. Dhe kemi tortikol të lehtë, kemi një pozicionim ndoshta 2 javët e fundit para lindjes së bebit dhe kjo edhe vetë menaxhohet nga prindi, nuk ka nevojë për ndërhyrje të fizioterapistit. Pra thjesht me edukimin që ne ju japim mamave se si ta pozicionojnë dhe çfarë ndihme t'i japin fëmijës, ajo edhe kalon. Por kur gjëja është pak më e thellë, kur muskuli është më i kontraktuar, duhet patjetër ndërhyrja fizioterapeutike. Po, dhe le të cek diçka edhe këtu Ilvi, shpesh herë problemet e tortikolit janë të lidhura me plagiocefalin, që do të thotë shtrëmbërim ose kafka ka një formë jo të rrumbullakët, jo të bukur, pra përfshihet edhe në deformitet të kafkës. Na jep edhe asimetri të fytyrës. Pra shikojmë që njëra faqe është më e vogël, më pak bufaqe se faqja tjetër. Pra kemi të dukshme si patologji dhe është thjesht për ta konstatuar edhe prindi, pa qenë vetëm ndihma e mjekut. Kur ndërhyni ju dhe si ndërhyni në këtë rast? Pra çfarë bëni? Që në momentin kur fizikisht ismuri, që në momentin kur ismuri paraqitet ne ndërhyjm. Ndërhyrja është në 2 fusha, në 2 lobe, po e quajmë, pozicionim edhe trajtim. Fizioterapia ka 2 aspekte kryesore. Ka rehabilitimin duke i sjell funksionalitet të smurit, por edhe duke i dhënë atij drejtimin edhe atë bukurinë që e quajmë ne, edhe estetikën. Pra, funksionalitet dhe estetik. Në rastin ton konkret që po flasim për tortikolin, ne pozicionojmë kokën drejt, pra jo koka e anuar, e shtrëmbëruar, e pozicionojmë drejt me mjetët e buta të bebit, me peshqira, me napa, me topsat e vegjël që i vendosim me supit dhe veshit për të bërë një drejtim të kokës. Dihet se mbiekra duhet jetë me mbullikusin që populli thot me kërtizën. Pra kjo pjesa që të jetë në njëjtën linjë që quhet qafa e drejtë, po. Dhe pastaj dhe rrotullimin e kokës, ne të rriturit nuk e çojmë dot mjekrën deri te supi, po bebet duhet ta kalojnë atë. Pra dhe duhet kur nuk kalon në njërin anë, kuptohet që aty muskuli është më i shkurtër dhe na duhet ta zgjasim. Pra ne ndërhyjmë në zgjatjen e muskulaturës, e cila është e kontraktuar dhe e shkurtër,
Edhe në forcimin e muskujve të tjerë të qafës mbrapa që ne i quajmë muskujt trapezus, që janë 2 muskujt që mbajnë kokën drejt, dhe këtë muskull duhet ta forcojmë. Pra kemi zgjatje plus forcim muskular. Pa u futur pastaj në trajtimin e shtrëmbërimit kur fëmia ka me vonesë tek ne, teonazave që na duhet edhe qafore të forta, Philadelphia që i quajmë ne. Dhe në këtë rast futet qaforja kur ne kemi problematika tjetër ka kalu nga muskujt, nga indet e buta tek indet e forta. A ka raste Lindita kur ju nuk arrini do ta zgjidhni me fizioterapi, pra problemi muskular dhe fëmia duhet i nështrohet ndërhyrjes kirurgjikale? Dhe për sa kohë ju vlerësoni që duhet t'i nështro, pra le të themi kur ju nuk shikoni dot më rezultate, për sa kohë duhet presin Ilvi, fëmijët që ne pastaj drejtojmë në një rrugë tjetër? Realisht ti punën time e di mirë, si je shefi im. Po. Dhe realisht ndoshta nuk po m'pëlqen me qujtë si mburrje, po pacientët e mi nuk kanë shku kurrë në ndërhyrje kirurgjikale. E kam zgjidhur me fizioterapi. Jo, po le të themi dikush që nuk e ka kuptuar dhe vjen për shembull pas 3 vjetësh ose 4 vjetësh. Ka qenë një fëmijë 4 vjeç, 4 vjeç, i cili është bërë ndërhyrje kirurgjikale dhe pastaj i jemi nënshtruar prap fizioterapist. Ndërhyrja kirurgjikale në këtë rast, në fakt është mirë flet për këtë punë kirurgu, po flas në atë çfarë unë shikoj. Bën në zgjatjen e stenokoidomastoiditit, por nuk futet komplet në muskulaturën e qafës. Pra, ndërhyrja kirurgjikale zgjat vetëm një muskull, pjesa tjetër ngelet fizioterapistit në trajtim. Prandaj jo më kot u pyeta sepse ndonjëherë prindrit thonë, "Mëse e mban pak qafën shtrëmbur ky." Sa të rritet dhe do t'i korrigjohet qafa dhe nuk e kupton që ka realisht një problem patologjik për sa i përket këtij muskuli që neve sa u përmendëm dhe që na detyron që ta mbajmë qafën shtrëmbur dhe kur vjen pastaj vjen në një kohë shumë më të vonshme dhe që ndonjëherë ju një fëmijë nuk keni ç'ti bëni. Shpesh herë tortikoli është i lidhur me dislokimin koksofemoral. Tortikoli është i lidhur me fëmia merr formën e hanës. Pra është i lidhur me shtyllën korrizore poshtë. Dhe shpeshherë tortikoli trupi i njeriut funksionon, po e quajmë në mënyrë figurative, sigurt të dominave të vendosur njëra pas tjetër që po të heqim njërin do rrezon gjitha. Pra, një muskull i shkurtër ndikon në shumë pjesë të tjera të skeletit ose të sistemit lokomotor. DJ Kedos më thotë që duhet kalojmë në publicitet dhe do rikthehemi pas pak. U rikthyem në Vitality Vibes në këtë pjesë të fundit të emisionit. Për gjithë ju që keni ardhur tani në valët Top Albania Radios, ju rikujtoj Progen, që është një suplement ushqimor inovativ i bazuar në një kompleks plazmatik të pasur me proteina bioaktive HC15, një kompleks acid hialuronik dhe kondroitin sulfat, kolagjeni pasur me peptide bioaktive dhe vitamin C. Formulë unike dhe inovative që përmban lëndë ushqyese që ndihmojnë në mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të sistemit muskuloskeletor, kyçe, tendina, ligamente, kocka dhe muskuj, gjithashtu duke kontribuar në rekuperimin dhe rritjen e masës muskulare. Mos harroni miq, Progen mundsohet vetëm nga Eurofarma dhe gjeni në çdo farmaci pa recetën e mjekut. Me mua në studio, kolegja ime Lindita Vata, e cila është fizioterapiste në trajtimin e problemave të fëmijëve me patologji të cilët prekin muskujt, kockat, kyçet, skeletin, sistemin nervor qendror, nervat, periferik, paralizat, sindromat dhe me një eksperiencë shumë të gjatë. Lindita, ky është pjesa e fundit e emisionit dhe nuk është se na ka mbetur edhe shumë minuta për të diskutuar çfarë tham në ato pjesët e para dhe se si rastet janë gjithmonë në rritje, si të paralizave, po edhe të problematikave të tjera të skeletit. Si është evolimi në aspektin e reabilitimit të një fëmije i cili vjen tek ne dhe trajtohet për vite të tëra me radhë dhe pastaj ku duhet të shkoj? Pra vërtet ne i marrim fëmijët dhe i trajtojmë që në atë fazën e parë, që në ato ditët e para pas lindjes në spital, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, por pastaj këta fëmijë duhet shkëputen, sepse bëhen në një moshë adulte dhe në një moshë madhore ku realisht duhet të shkojnë në një
institucion tjetër. Si që the edhe ti, ne fillojmë që nga momenti të porsalindurit. Të porsalindurit fillojnë të trajtohen në repartin ton dhe kemi në bazë të patologjive që ato kanë, është edhe kozgjatja e trajtimit. Kemi patologjitë të cilat përfundojnë me muj, siç tham, është tortikoli, janë post-traumat, janë shumë gjëra të tjera, shumë patologji po hin të numërojmë këtu që mbarojnë me muaj, po kemi edhe patologjitë të tjera të cilat të smurin tonë do ta njeh për gjithë jetën. Pra kemi patologjitë të cilat ndiqen dhe ne nuk mund t'i trajtojmë. Pra reparti ynë është një repart i cili jep ndihmën e parë, i mban për një kohë të gjatë trajtimi, por që ato që kanë nevojë për më shumë se deri në 10 vjeçar ne s'mund të punojmë me një fëmijë, sepse ka aq shumë fëmijë të cilët kanë të drejtën të marrin ndihmën e parë dhe shërbimin, sa i bie ne të punojmë me 5-6 fëmijë aty. Kështu që japim ndihmën e parë, simas është bërë edhe një skemë e cila tregon kozgjatjen e trajtimit. Dhe në bazë të kësaj skeme, duke respektuar këtë skemë në bashkëpunim dhe me Ministrinë e Shëndetësisë, ne kemi vendosur se sa do të trajtohet çdo lloj patologjie në repartin tonë. Ne jemi ndihma e parë ku i smuri njihet me atë çfarë ka, por nuk kalon me ndihmën e parë ose ato patologji që duhet të ndiqen për gjatë gjithë jetës, kalojnë në institucionet e të rriturve ose tek ish distrofiku në kombinat. Ai është një repart që tash është multidisciplinar, pra ka fizioterapin, ka logopedin, ka terapinë e zhvillimit. Pra është në grup dhe smuri ynë përfiton më tepër, sepse ne jemi vetëm fizioterapi. Sepse shpesh herë populli e ngatron fizioterapinë me terapinë e zhvillimit. Pra janë dy gjëra të ndryshme. Fizioterapia ndërhyn në lëvizje, ndërsa terapia e zhvillimit ndërhyn në sistemin nervor qendror, ku ai merr po e quajmë kështu që ta kuptoj dhe populli si një tip kopshti. Pra e mëson fëmin me gjëra të tjera. Ndërhyn te logopedia që e ndihmon fëmin të folur, fizioterapia nuk ndërhyn në këtë pjesë. Pra edhe prindit duhet të jenë të ndërgjegjshëm se në repartin ton është ndihma e parë që jepet, por pa kaluar në rrethin e madh i cili ndihmon këtë fëmijë në zhvillim. Pra ky rreth i madh kompletohet në një institucion tjetër. Lindita, në eksperiencën tuaj, çfarë do të veçonit si ato raste të vështira, pra cilat janë ato raste që ju lën bresa në punën tuaj, apo i keni parë si të vështira për t'i trajtuar, për t'i rekuperuar? Ilvi, më vjen keq, reparti ynë ju thash është 80% e punës tek neuropediatria. Problemet e neuropediatrisë janë problemet më të rënda dhe shpesh herë këtu sindromat, si sindroma West, sindroma Sendifer, sindroma të ndryshme që ne mundohemi të eliminojmë pasojat që kanë lënë këto dëmtime tek sistemi lokomotor, të japim mundësinë e lirimit të tonusit muskular, të romit artikular, të pozicionimit të trupit, por që fatkeqësisht fizioterapia edhe çdo fushë tjetër, edhe neuropediatria nuk bën aq sa duhet, sepse shkenca nuk ka arritur të zbuloj dhe të ofroj një shërbim krejt efikas tyre smurve. Pra në gjithë botën funksionon ashtu si edhe te ne. Pra kemi shumë patologji të cilat do ta ndjekin të smurin tonë për gjithë jetën dhe që nuk kanë shërim. Dhe kjo është neuropediatria. Çfarë i mungon shërbimit të fizioterapisë pediatrike në vendin tonë sipas gjykimit të Lindita Vatës? Më vjen mirë ta them sepse ne po punojmë tani në një ambient të ri, i cili jo vetëm në qësutë, po them në nivel të përgjithshëm. Çfarë i mungon që ky shërbim në rang kombëtar të bëhet elitë? I duhet të ketë një rreth, një staf pak më të madh në vendetimin e shumë patologjive që fëmijët tonë i kanë dhe nuk e dinë se i kanë. Pra duke i ndjekur ashtu siç kanë në për shkolla stomatolog, do të kenë çdo shkollë edhe fizioterapistin për të ndjekur posturën e fëmijëve dhe problematikat e tjera të cilat nuk i dinë. Pra ka vend dhe fusha mjaft për të futur fizioterapia pediatrike.
që në kopësht, në shkolla, në vendet publike ku ata janë, po edhe në këto emisionet që bëni ju. Lindita, një mesazh të fundit, pak sekonda para se ta mbyllim. Fizioterapia bën shumë. Dhe nuk është thjesht masazh. Fizioterapia, ashtu si gjithë mjekët që shërojnë shumë patologji dhe shumë të tjera nuk i shërojnë, edhe fizioterapia rehabiliton dhe përmirëson, shiron shumë patologji, por shumë të tjera ngelen pa. Kjo Pa zgjidhje. Mirë Lindita, unë të falenderoj që ishe në Vitality Vibes, në valët e Top Albania Radios. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Dhe besoj që ne do të ritakohemi sërish. Faleminderit DJ Ketos, faleminderit Alice, faleminderit të gjithë ju që ishit me mua në këtë orë të Vitality Vibes. Ju rikujtoj takimin ton të ardhshëm ditën e shtunë në orën 19 deri 20. Mos harroni, shëndeti është gjithmonë i pari, të tjerat rregullohen. Natë e mirë dhe mirë dëgjofshim. Natë.